Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Sa bukur po duket. Ana më ka thonë të mos ha asgjë. Sot pas ka përgatitur musak. Ke argjela ime preferuar. Sepse unë për ju e mendova sot tradicionalin, kretë kemi qaf me ngjy. E Ramazani, na bashkon gjithve. Ana je gati më valla, Gati, jo. Tja i thret mustafir të vlog këtu, do me ndikuni asja. Ne të mbesojnë që ku sa afro, se po menojnë që po bëj hajgare. Kadër. Hop. Hajtë kjo e jam, ja. Pse e ka marrë që të kukull? Një, 2, 3, shikues. 1, 2, 3. A keni pushu? Unë kom pushu mirë, jam zgju mirë. Me knaqësinë më të madhe kom marrë sot e shija anës, sepse mos ta kishim këtë dashni, nuk do t'ishim këtu shikues. Mirëmëngjesi për ty që sa po je zgju. Knaqësi që po takohemi edhe një epizod i dyti për këtë sezon, për ndryshe epizodi 134 i shijes së anës. Sa ke u plakëm. Po buser sa ke shikues. Me knaqësinë që jeni mirë, edhe keni pushu, ka fillu Ramazani shikues. Dhe unë për Ramazan ka menduar diçka shumë të mirë sot. Sot nuk do të gatuajmë as makarona, as risotto orez, por do ta kemi patatën dhe mishin si përbërës kyç me një pjatë tradicionale, të cilën nuk po e zbuloj. Po du mi përshëndet krejt ata që mundsojnë shijen e anës shikues, duke filluar nga Ciao Berto dhe teknika Franke. Ciao Berto me një laramani të kuzhinave, a vini në showroomin e Ciao Bertos dhe nuk dini se çka me zgjedh përpara, sa thu që të kuzhinë, si unë. E kisha shumë në dilemë se cilën kuzhinë ta zgjidhja këtë sezon, ka qenë një tjetër atje afër, po vendosëm me këtë, se po ndjehem kështu si në shpe. Krejt ju që përna ndishin të momente diaspora e Kosova. Në momentin që vinin Ciao Berto, mos harroni, shfrytëzoni kodin shija anës, sepse fitoni zbritje prej 10%. Pse mos me kursy, kurse pak aty, pak këtu, pak aty, pak këtu, edhe kështu bëhet. Uji Tepelen shikues, uji më i mirë shqiptara, përveç Tepelenës, këtë sezon kemi edhe disa pije tjera, me zis po pres me pi Santal. Sa mirë, ka hapi frigoriferin. A besoni që jam nis nga shtëpia me idenë që sot do ta pi shegën. Ja, shegën e kemi brenda. Këtë du me provu. Kështë ta marrë një pip. Edhe. O zotë sa e mira. Original. Ta mamë si shega, nuk po ju gënjeja. Është marketing, po nuk ka marketing. Nëse së më pëlqen diçka, unë thëmë të shija, i zgjedi vetëm produktet më të mira shikues, sinqerisht. Ja. Interesant, sa kemi pep me pi. Okej, Italian Foods, kemi produktet italiane, kemi Moninin, kemi orizin më të mirë italian në treg, Scottin.
Monini, vaj më i mirë, ekstra i virgjër. Ja, ku e kemi këtu marketin. Dhe ja, me njëherë, do ta marrë këtu klasiku, na? Ja. Por. Do të marrim edhe. Qa me marrë sa kem? Okej. Këtu kemi nga Ponti, domate të thata, made in Italy. Ja, kemi domate të thata. Dhe po ashtu nga Ponti, kam një salcë domatës, që e ka si përbërës përveç domatës, ka edhe borgjilokun e freskët dhe djatin parmezan. Që kjo po ma bërë me sy? Do ta marrim këtë, shikues. Dhe recetën s'po e zbuloj, do ta zbulojmë pas marketingut. Ju premtoj, është tradicionale, s'po thëm shqiptare, po e Ballkanit, secili po thot greku, po thot është grek, futuni në YouTube, tave njoftur shqiptare, tave njoftur greke, krejt një i kemi, shikues. Jana Isufi, faleminderit Jana për grimin atë, lumshin durt, një super talente, e gjeni në Instagram, shikues, për çfarë do lloj eventi që keni nevojë, shkoni te Jana, në Vetërnik e keni shumë, vëre pa shku në Vetërnik, shumë afër e keni, me ranciu s'po ngelin kolon, edhe një të mirë që e ka Jana, është që ka parking. Veç po parkojnë, po hypi lartë, s'po e ka matë problemin. Dhe Alban Abdullahu, nga saloni Iliri, për flokët, i kemi fënirat. I ku zërim falni, jo rrit flok, do të me i prej, shikues. Atëherë, kë kam tëftuar sot, po ulljem këtu, dhe po e prezentoj. S'po thom para, po pas kanë kalu disa vite. Ndoshta 7 vite intervista e fundit me të, bëhet fjalë për një njeri shumë pozitiv, shumë energjik. Prej kure një, sepse e kam edhe në lagje, bile të them të drejtën e kam taku prej s'largu një ditë e pash, thash, Valdetin, Valdet Rama, thash Valdetin, zotri Valdetin do t'aftoj të këshia e anës, një njeri që nuk e tradhoj kur teatrin. Do të futej në teatr për herë të parë në vitin 1987, bëhet fjalë për teatrin më të dashur të fëmijëve, teatrin Dodona. Edhe unë kur kam qenë fëmijë me mësusën e me shokët e shoqë të klasës, kemi pa shfaqje për kukulla. Do të futej si aktor amator, vitet tona, pastaj do të bëj menaxher, tani është organizator. 39 vite, mos të ndroj vendin e punës. 39 vite, po them, mos të tradhtoj atë shtëpi. Si e kemi Valdetin, çka ka tre, si është gjendja teatri Dodona? Apo shkojnë fëmijët, apo ka shfaqje? Një mike e ti, e cila po ashtu nuk e ka tradhtuar teatrin Dodona, është dhe aktorja e mirënjohur, Meliate Qena, zonja Meliate, përshëndes, edhe me të dikur kemi realizuar shumë intervista, me shpresë që të kemi mirë me shëndet, në qoftë se je mirë, do ta kemi dhe zonjën Meliate të Këshianës, shikues. Asgjë, s'po e gjas më tepër, po shkojmë marketing se shikus, caki shikus po thojnë tregona recetën, po jo, s'po ju tregoj recetën, po ju ftojt na ndiqni përveç Klan Kosovës, jemi live edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, shija e anës, shikues, like, follow, subscribe në kanalin tonë në YouTube. Dhe pse jo? Kisha pas dëshirë të na shoharin këto momente në YouTube të Këshianës, të emisionin live që jemi me zotri Valdet Ramën, se nga cili qytet, shtet i botës, po na ndiqni dhe qofse keni ndonjë ide apo dëshirë se çka t'ju gatuaj diçka tjetër për Ramazan, na shkruani, sepse unë për ju e mendova sot tradicionale, krejt kemi qap në ngjy. E Ramazani na bashkon gjithëve. Shikues, po shkoj me njëherë me reklamën dhe kthehemi me super recetën për Ramazan, tradicionale, me cilën do t'i hanin kishtat. Ju premtoj. Shikues, jemi këthy prej marketingut, i kemi qëru patatet, i kemi prej patatet, ja. Nuk jam prej me maqin, i ka prej dora anës, me thik, ka daldale. Pra,
Ndoshta e keni qëllu ca prej juve, patatja, mishi i blum, patatja në këtë mënyrë të prerë, krijon musak, pjata e famshme, dreka e famshme tradicionale. Greku thotë është e jona, unë them është e Ballkanit, është gjithëve neve që jetojmë në Ballkan. Secili e përgatit në mënyrën e vet. Unë e gatuaj shumë moti, po ka një kohë të gjatë që se kam gatu dhe thash, me qenë se jemi futur në Ramazan, thash të gatuaj një pjatë tradicionale shikues. Dikush po i thot lasagna prej patateve dhe mishit të bluar. Atëherë, çka kemi këtu? Kemi disa produkte shumë të shishme, por unë deri më sot kur e kam fërgu mishin me qepën, me specin e kuq, si kam vendosur kur domate. Dikush vendos domatet freskët, dikush salcë domatës. Tasha e din çka për herë të parë po e bëj të shija, po ja zbukuroj shijen pak më shumë me salcën nga Ponti. E vogël, por jep shije shumë të madhe. Kemi pesto prej domatës që ka edhe borxhilokun e freskët dhe parmezanin. Besoj që 2-3 lugë nga kjo do ta ndryshojnë plotësisht shijen e mishit. Kemi vajin më të mirë italian, vaj Monini, vajin 100% i virgjër, pra gatimet e kshija anës bëhen me produktet më të mira italiane. Tjetër, çka kam këtu? Kam gjys kilogram mish të bluar, kam grier një qep të madhe, kemi shmend, kemi patate. Edhe një detaj, e mësova prej internetit, unë asnjëherë nuk i kam marinuar patatet, direkt i kam vendos në tepsi. Sot kam zgjedhur një tepsi ovale, tash mos ta marrim kockën, pak më e bukur. Kemi qumshtin dhe kemi treves. Etjer, them që ta lëshojmë shporetin dhe të fillojmë direkt që ta fërgojmë mishin e bluar. Ja, pra, po shkojmë fillimisht në temperaturë maksimale, do të marrim me njëherë vajin më të mirë italian, Monini. Ja, të vendosim vaj, ta mbushim mirë me vaj, ja, kështu. Dhe do të marrim direkt qepën. Ta vendosim direkt, sepse vaj i ullirit nuk duhet që të nxehet shumë, pasi pastaj digjet. Okej, qepën e kemi gati, është zbut. Direkt do të vendosim mishin. Dhe mos harroni që na grimcohet mirë mishin, mos na ngelin koptat. Për atë arsye ka marrë lugën e drurit. Me njëherë filloni kështu, ta shtypni me lugën e drunit. Ja. Okej, ja, pra si duket mishe. Na është bërë i imb, na është grimcu për me ratë. Tani për shije, do të vendose me një copë gjallë, ja. Do të presim që dhe sa të shkrihet. Ja. O zota, qfar arome shikues, na është bë mishi si kajmak. Do ta ulim pak temperaturën, ja kështu. Tani, krip detit, ja, do të vendosim si gjithnjë krip të detit. Shkojmë me pak piper të zi. Ja, kështu. Unë jam shumë unë. Mezi s'po pres me të vërtet, është bo shumë kohë e gjatë. Mos tem pas karantinë, ndoshta hera e fundit që kam gatuar musakën. Tani, kemi këtu specin e kuq, ja pra, do të shkojmë me piper të kuq. Ja. Ja, kështu. A besoni me këtë mish që tash, edhe mantia kisha bo.
Tani, do të marrim diçka që nuk e kam marrë ma herët, tash do të vendosim nga Ponti salsën e domateve, 100% pra pesto nga domatja dhe borziloku dhe këtim rotfik. Gjuna caki si s'kemi buk. O zot, dhe parmezani. Ja, marim një lukë të mesme. Ja si duket kjo pesto. Marim 2, 3. A din qka? Kjo është kavanoz i vogël shikues. Gjithën. Dha bëjmë një super drek. E ju gishta do t'i hani për Ramazan. Ju premtoj. Musaka jonë sot do t'ket ekstra shije. Okej. Shpërjetin do t'a ndalim, sepse mishin e kemi gati, o zot. Jo veç mantia, po edhe shpageta bolognese kisha bërë s'ka. Ta provojmë qfar arome, qfar pesto. S'kam përdor më herët pesto domatës. Nësë haroni dallon nga salca e domatës. S'kom qare pa e provu shikues, hajde. Edhe kripa, edhe shia, edhe thartësia nga pesto është gati. Ja, shifeni mishin, hajde sake. Wow, fantastike, ja. Ja, shkrihet. Ja. Aj. Tani, po e lem këtu, është momenti që ti marinojmë patatet. Si ka marinu më herët, e pash në YouTube, hajde, tash ta bëjmë pak ma special drek. Okej, fillimisht, pak sa në talë se jom tërë. Shek sot. Atëherë, këtu kemi patatet, të cilat i kam prej më herët me thikë. Janë te të holla, nuk na duhet maqina. Qka do të bëjmë tani? Do të marim monini. Ja, do të vendosim vaj monini. Ja, mjafton. Tani, do ta marim piperin e zi, ja, pak piperci. Pak krip. Dhe do të marim rozmarinin. Rozmarin s'kam vendos më herët, do të vendosim vetëm pak përshia dhe pak majdanos të thotë. Ju thash, kjo do t'jetë një musak ende më speciale për gjitha musakave që kam gatuar deri më sot. Ja, pra. Okej. Patatet, po thuaj se ja, u marinuan mirë. Tani, ta lëshojmë furën në 180 gradë Celsius dhe do të fillojmë në këtë tepsi ovale të bëjmë radhitjen e musakës sonë. Okej, po e marim mishin, se na nevojitet. Ja, do ta vendosim këto. Mere, cake. Se kemi pak buk bre. Of. Knatësi. Atëherë, do t'i marim dorëzat, t'i vendosim. Fillimisht, tek tepsia, do të vendosim pak vaj. Ta lim tepsin me vaj. Ja. Vaj monine. Tani, do t'i marim patatet dhe do t'a mbushim tepsin, ja, kështu. Shtresa. Dhe tani, si do t'a bëjmë musakën? Një shtresë patate, një mish, një shtresë patate, një mish. Tu kemi një qumsh me cilë do t'a vendosim në furrë,
e tjerë. Ja, do të vendosim mish në këtë mënyrë. Dhe tani, do të marrim përsëri patatën, ja kështu. Tani, kemi shtresën e fundit. Tek shtresa e fundit me mish, po vendosim mish më shumë. Ja, kështu. Super. Sekond. Ja, e kemi mbush me mish, ende më shumë. Sot. Tamam, lasagna me patate e misha, një super musak. Ju thash, mezi s'po pres me hangër. Ja, kështu. Shpërndoj mishin mirë. Dhe kjo, ja dhe pak mish pas ka qëto. Ja, o zot. Do ta mbyllim me patate që i ka marinuar më herët. Ja, ti përzije mirë. Ja, sa mirë i kom preja. Ja. Ti mbyllim, ja, kështu. Ja, shtresa e fundit. Ja, pra. Ja. Okej, musaka po thuaj se është gati, fura na është nxehtë. Ktu kemi qumsht. Në vend të ujit, do të vendosim qumshtin. Do të thejmë 2 vezë. Ja, kështu. Ja, kemi 2 vezë. Shkojmë me pak piper të zi, ja, kështu. Pak krip. Por, them që të marrim edhe pak majdanoz. Majdanoz të terën, të thatë, ja, kështu, pak majdanoz. Dhe, me ndihmën e tuncit, do ta tundem. Edhe këtë e kemi gati. Dhe tani do ta vendosim tek musaka, ja, kështu. O, zot! S'po m'besohet shikusa. Wow! Do ta marrim dhe do ta vendosim në 180 gradë. Atëherë, këtu kemi shmand. Musakën e kemi në furr. Mas i kemi ko, po e përfundojmë tani. Kemi një shmand dhe kemi një vezë. Do ta vendosim, ja këtu, ja kështu. Dhe ja. Do të vendosim vetëm pak krip. Ja, si gjithnjë. Krip detit. Atëherë, me shmandin dhe vezën dhe krip të detit që kemi vendosur në të, me këtë krem, në fund, kur të na bëhet musaka gati, na rreshket, do ta nxjerrim jashtë, do ta lyejmë me këtë, e do ta vendosim për 5 minutat e fundit. Dikush e bën me qumsht sipër, me miell, me parmezan, qysh t'ja u don loçka e shpirtit zemrës. Po kjo musak sot ka të bëjë me shijen e anës. Sa bukur po duket. Ana më ka thonë të mos ha asgjë.
sot pas ka përgatitur musok. Kjo është gjella ime e preferuar. Kuak, 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 kuak. Atëherë, o zët, inhalim, ha? Ka shojmë se a jemi afer me musakën. Shiku se kom ani piru këto. Shojmë kuj kemi patatet, hajde. Edhe pak. Vetëm edhe pak. O zët. Tani e them, ta marim tepsin dhe ta vendosim krejt poshtë që t'na bëhet më shpejt. Ta vendosim poshtë. Sot shikues, santall me sheg. Më falni, por ju që sa po jeni zgju, kjo më ka shoqëruar gjatë gatimit, po vjen një super aromë në kuzhinë nga rozmarini. Në furrë kemi, tash poshtë kam vendosur tepsin, një super musak, ha? Disa pi thonë lasagna me patate mish, është një musak klasike me disa modifikime sot e Kshianës. Për ndryshe, për ty që sa po e zgjumë këto momente, jemi live në Klan Kosova me emisionin Shianës, jemi live në kanalin ton zyrtar në YouTube. Sot kam një të ftuar shumë të veçantë, unë e vlerësoj shumë atë njeri. Ndërsa ka 7-8 vite që s'kemi realizuar intervista. Mund të them që është njeriu i vetëm që nuk e ka trastu Teatrin e Kukullave Dodona. Prej vitit 1987 pjesë e saj, të mos e ndrosh punën qysh s'ju ka bo bajat. Me disë po presë që valet ramën, ta kemi këtu të hamë musak, i kom thonë mos me hangër prej dje, i kom thonë të paktën të vish unë në emision. Inshallah kam i pëlqy, ja po na pret edhe kjo salca nga shmandi këtu me vezën. Kuak, O kuak. zot, Oj, o, disha unë mo. Am ka thonë mos me hongër. po, Mirë dita. mirë ditë. Përshëndetje, Ana. O vajlet, Si- qona mirë, si. Mirë, falënderit. Me Pas ka marrë shëndet balli me mirë. taku mëj, O edhe që sa mu. kohë si me taku. Edhe sa kom dëgju zonin që sa. Ka kohë, valla, ka kohë. S'po dia kanë kalu 7 vita, 8, Jo, ma shumë. Ma Ma shumë shumë po do t'jenë, ma thua? shumë do t'jenë, po. Ma shumë do t'jenë, dhe vetë faktit që nuk kemi bo intervista në një farë forme, më duket jemi largu pak. Edhe jena umëtu mjaftu shumë që me i arë kreja saj mësake. O zot, ku. S'ki hangër, apo? Ja, ke thonë mësë me O hangër. zot. Këqyra valdat prej largë. është një perë. Jo, këshire sa dush. Era po Caki, vjen deri, hajde ha? caki, se shiku si në zhju Ana, prej gjumit. ha? era po më rrinë deri këtu. Pasha zote. Ose aroma, me thonë ma mirë. Valdet, me qenë se dreka edhe pak na merë ko, na ke arë këtu në kuzhinë, me një pije mirë se arë, dhe i kemi langu një, e kam fshirë, e kam pije aty, santalli italian. A do në sheg, a do në boronicë? Jo, boronicë ma mirë. Boronicë? Okej, ja boronica. Boronicë ma mirë. Ja, të bëf të mira, mirë se na Faleminderit shumë, erdhe. mirë se ju kom gjetë. E, knaci që të kam këtu, sa moti si jemi taku. Po, se di, po më duket një epokë tonë. Po më duket një epokë tonë. Provoja, është një lang, jo pse e kam bashkëpuntuar në emision, është një lang që nuk ka sheqer të shtuar. Për emisionin, no? Provoja. Vërtet që kemi. A veshe? Shumë shije veçanë. Boronicë. Ama shumë, a është boronicë po e përzime me diçka? Po, E është 100% boronicë. po, shumë e veçanë që kemi. Shumë, Bash e santallin e gjenë në gjitha marketet e Kosovës, ka vite që e kemi në treg. Nga Argo Grupi shikues, por të flasim pak me Valdetin edhe pse s'kemi hangër, më vonë kemi intervistën, po, ha, falë. S'ka dert, presëm në hajtë. presim? Po, presëm. Okej, Edhe ashtu jemi në Ramazan. Ha, Ramazan ke jemi. dhënë jo, po jemi në Po Ramazan. do me thonë mujtë Ramazan, Po. kështu që edhe nëse presim pak zbat në. Okej, qa po i thu shikues që përna shumë këto momente, ata janë me Ramazan. Urime, Ah. inshallah mundeni me qenë rrugë në fund, vëlla. Po, Edhe halal jo vëzët ju e ka bëllë. qartë. Atë pëlqen musaka. Po. Për ndryshë njëna si njeri që nuk kam asni kur njetë, asni behane në shqim nuk gjej. Hiq. Nuk e kam problem, as çka ka për drek, as çka ka për darkë se me në gjezet maj, se hiq. Po në përgjithësi, jam njeri që jam shumë i letë, edhe si mësafer. Ato nështë nuk është tepër me thonë një fshëtësit, për shumë në shtëpia kam qef me hangër pak, po shkoj mësafer ha shumë pak.
Që thënë, micraj ka mak. Sot kime fshi pjatën, s'del për qijë sa nësë shikus Valdeti. Veç qitë pak, po mos qitë shumë. Ani, okej. Po e nxjerrin nga furra. Këtu na e ke pru rosakun e famshëm që do të flasim, po nëse do ndisa ta nxjerri unë nga furra, mundesh me shikue se bashkë me rosakun, këtu dikush se ka pas gjumin e mirë, heq. Ashtu? Edhe po na shen këto momente, nervoz është. Tjetër është i mërzitshëm, Po. shtene dispone. Mirë mëngjes, ty që sa po jes gjumë. Unë jam një rasak verdhak, një rasak i vjetër, ndoshta pej të parëve që ka arrit në teatrin e kukullave të Prishtinës. Shumë fëmijë e shumë shikus i kam kënaqsh me lojën time në shfaqjen rasak pastërtori, rasak baltok. Edhe prej tyre ka qenë edhe ana dikur si fëmijë, si nxënës e shkollës kur veken shfaqja tonë. Në atë kohë nane nuk e kam njoft kur ka qenë si vonë, po ma vonë pas e jemi njoftu dhe tash jemi edhe afër shumë këqin, jemi besa lagje. Ja, edhe në drekëm pas ka thirë sot. Tash po e thiri caki këtu, hajde caki afër. Het caki, het, shika, veç shika. Ka po vjen aroma. Veç ruju pak se është tepër e nxehtë. Kamera, ju lutem. Caki. Qysh po vlen. Opa. Pas ke pas me drejt kër theshe mos ha. Apo? Po, mos ha, hajde ju unë të me vizion. Ja shpjegojmë qa shikuzve, hajde. Okej, shikues, krejt në fund dhe ta vendosim edhe për 5 minuta në furr. Këtu e kam kriju një salcë prej shmandit edhe një vezë, pa krip, dhe të tërën, ja, hajde. Opa, dhe ta vendosim, ja këtu sipër. Ja. Ja, tani me ndihmën e pirunit këtu. Data. Valdet të premtoj, veç ta hapi furrën. Tani shikues, për 5 minuta do ta vendosim lart. Të premtoj, Valdet, që kësi musake njec ke hangër. Ja, shikues, për 5 minuta të fundit, në 180 gradë, do e vendosim kështu në furrë. Shkojme një reklam, edhe kthehemi për me hangër super musakën. Me fjalët e tua dhe rosakun e famshëm që vjen nga viti 1989. O zot! Reklama? Kërkoj reklamat bashkë me rosakun dhe tyje mos ndrojnë kanalin Klan Kosovën, se kthehemi shumë shpejt. A dini çka pason tash? Pason një reklam. Edhe ju kisha lutë të mos e ndrani programin sepse shpejt do të kthehemi te ju. Ana e gati më valla, Gati, jo. Tja i thret mustafir të vlog këtu, do me ndikuni, Jo, asja. shikus gati jemi. Ja. O zot, wow. Ja, kjo e meriton me marrë në telefonin. Hajde caki afër merret ashtu shikuesit. Qa është kjo perl këtu? Ja. Ka nevojë dhone me bu një gjirim. Mia kërcimat, Mia. Okej. Po e ndalim furrën. Koha me hangër, Valdet. Më në fund. Po prestu, ty po më thu koha me hangër, po bëhet gati, u pjek. Unë e veç kur të shram pjat. O zot. Ruju se... Wow. Ja, pas këtë e pru. Ja. E pas këtë e pru. Ka, sa e bukur shikus. Ja, pra një iftar për ju. O, farire. Mi bre, a dojna me net mi morë era, dojna me Ma merë hangër. jetë, ne të mbesojnë shikus afro, se po menojnë që po bëj hajgane. Ka dhe rozmarin brenda. E ko marinu patatet, i ko marinu me vaj ulliri monini, me rozmarin.
Edhe rozmarini e ka lëshu aromën. S'po zbuloj më shumë. Mira. Po recetën po. Po. Po mirë. Se s'ka lezet, bësë me marë recetën. Për njësa ka shmirë. Po. Qëre ti femën se unë jam shumë meraklike. Veç ta vendosi këto. I du detajet Valdet. Po jo, edhe është detaj. A? Se qëre, për pavija, backgroundi është i mirë Po vro? për gjerime për... Po jo, edhe për qef. Po normal. Shikues më falni, po do të ta dokumentoj këto, s'ko mbo moti. Wow. Qa musake. Më leti qëfar musake, qëfar arome ka vjen se? O zët. Ca ke, apo e prejmë? Po e prejmë shikues, a? Hajde shikues, po e prejmë fillimisht, a? Va. No comment. S'kam comment. E më janë. S'kam qare pa ta trihu një ndodhi që ka ndodhë për i me. Hajde. Ishëm fëthu me një ndajt Prokredit Bankës me to menaxherin. Edhe na visa e krymë teatër e po nisu me shku, kur shkëm në Norlan, Lozana, që është një fa rrugë aty, një furë e vogël, për thëmë atina kolegos, fa iku thasha diçka, jem dekuni, e ti blema ka një ka dy boreka, kur shkojmë atje në vend, ta vëndi suedeze, e sa mishi, kur po ta jo, qyshja, ta ku dashtë ide me hongër borek, edhe kja. Që salve? Mirë që ta ke paralajmëru me ku, mës me hongër. Po, të kom paralajmëru, me ardhund. Se ku me ditë kësha nej boreka, nej zoti për di. Nëse dhe bureku e ka vëllat vete, po hajde. Ama janë gjana që të përcjellin, kur ki që në teren me dale, kur ki... Janë sana që të ndjekin. Hajde, ashtë flasë me shikusin Po, një lirisht. minut, okej. Shikues, kjo është musaka, ja, do ta nxjerrim, po shpresoj që nuk do të na prishet. Ja. Kom marrë një pjatë të get që të krijojmë kontrast, ja dhe pak na falni, o zot sa e mirë. Ja. Ha dhe pak. Ja. Ja. Hop. Hajtë, kjo e jam, ja. Kjo e jam, ja, o zot. Edhe ashtu ka mu të shkrejt. Ja, ti budu kocë, kjo e jam, ja, shikues. Ja, hajde. Hajde, po shpresojmë që kjo ka me dorë kështu knap. Hajde. Atëherë. Ja. Hajde, Cake, ja këto. Ja me piru me thikën do ta ndihmoj. Ja. Tash po hapet ajo... Apo hapet? Tash po përhapet ajo aroma e vërtet, mas ju hap komplet kështu. Po. Atëherë shikues, kjo është lasagna për sot. Ramazan të lehtë, ju boft mirë kur ta shijoni. Edhe, wow, shtresa. Hajde kamera dhe një rafër, Cake. Ja, si me qenë lasagna prej patatës. I kom prej të holla Valdet. Po shihen? Ja, po shihen. Me thiki kom prej. Qështë po të ishte dhe dorem se... Hajde, të bëftë të mira. Mirë se na ke ardhë. Mirë se ju kam gjetë. Po e marrë unë edhe një pjatë këto. E kemi zotri Sylen atje shikus. E kemi edhe Caken, një pjatë për marrë. Filloha e une dëgjoj pas qa po thu. Hajde me shikusit. Bëftë mirë Valdet. A me hongër, a me fol? Ha e fol, unë bëta sili ujin. Hajde. Mare do syza, dikon i kom lanë. Shumë e shishme. Shumë e shishme, të lumë që ndurët. Me në vërtet. Po përbes. Shikues, jëm tepër undë. Ta kom thonë ujin Valdet, është ujë cepelen. Ujë më i mirë shqiptar. S'dja ke pi ndonjëherë ujë cepelen, ja një gotë. Për ty. Faleminderit shumë. S'di për mu dreka pa ujë nuk shkon. Po. Pas emisioni se janë nis pa ujë, po sot e kom nis me lang, valla diçka. Ka njerë njeriu po e vren trup që s'po ndjehesh mirë, shikus po të bjen sheqeri, a diçka edhe po ta kërkon trupin. Po në fakt unë për shembull në punë kur jam shpesh herë diku ka hora 2 mas dite e vrejt që veç kam fillu me ra pak në ritëm. Po. Atëherë
përdore një taktik të vogël, diçka një, çado që qëllon që ka nitro, sheqer pak edhe këtë është normal se s'mundesh më nejë gjithë ditën pa hongër e faktikisht mos me të ra nivelli. Falë për më shumë mund. Shikuz. Ti e unë, po pa dhe unë që më ka thonë mos ha, pej sa boj, ti më thonë mos ha. Wow, shikuz. Domatës, mishit, i kom vendos Valdet, edhe 5 tona, e mi mësu me përdor 5 tona gjelbërt, Po. genoveze për pasta, e kjo është nga punti një pesto e kuqe me domate, borzilok edhe parmezan, e ja vendosa mishit, por shikues po e shoh që e pas ka ndru lojen. Wow. Shumë e shishme. Shumë e shishme. Më e mirë se lasagna. Ama, të qërë lasagna, që ka ato petat e veta, brum. Ama, a peshe, po të brum edhe kjo, që rësa holli kom prej Valdet, a peshe? Jo, në regull, po me gjithat është pak ma ndryshe. është ma ndryshe, ama po shkrijet në gojë. Gjyna shikues, po më vjen shumë mirë që jemi në Ramazan, edhe falë Ramazanit, hajtë është të gatuj diçka tradicionale Valdet. S'ka me tradicionalen, gjyna që i kemi lonë tradicionale, në shumë pak po ha tradicionale. Që ta thënë vërtetën, unë për vetën në shpe kam gjithmonë tradicionale ushqimin. Po, lëmë te. Se shoqja vetë ju nuk mundet me nejtë pa botë drejtë, edhe shpesh e thëmë. Po leje sot mos bërës gjë, për shok. Jo, nuk më i vetë. Më thonë gjithmonë gjillat që i kemë, gjithmonë atonat që i kemë, jo kësi të shpëshonë për televizionet ndryshme, jo pa e bëj që të gjellë që s'ja kom një zonin kur as nuk ja di shien asa në bëne, po musaka ose lasagna me patate që shduke. Moti s'pas në angër musak, moti. Është klasike, po është tradicionale, është e jona. Atëherë ja shikues, po du me të regu ja patatet sa holli kam pre. Wow, shkrihet në goj. Tre, ja pra. No comment. E mirë, shumë e mirë. Harova me bje bukë, se do ashta me marë pak bukë. E mija prisha? Pa jo, po thash në nginë ma mirë. Jo, me bukë veç jak shumë prish kësajna. Po thua? Po. Okej. Jak shumë prishin, se jo. Shikues, një pyetje po ja bëj Valdetit dhe po e lëm që të hanë qetësi bashkë me neve se edhe caki është unë t'ja dash pjatën atje, po i rim pjata, po zotri Syla, që është mbi këshyrësën që Alberto gjithë natën është këtë punon, është i hangër atje. Syla po të pëlqen? Shumë e bukur po thot. Po është e shishme? Bo mirë Syla. Shikus, do ta lëm të hanë qëtësi, po fillimisht. Qka din me gatu? Jo a din me gatu. Qka din me gatu Valdet Rama për shikusi që më na shojnë? Shika, ka shumë gjana që di me i bo. Hajde për Për shkak se 17 vjeç ka marrë në studime në Prishtinë dhe natyrisht jam detyru me u marrë me gjana ushqimore, më kujdesu edhe për vete, edhe pse në atë kohë, ne e theshëm tezja, në mendë studentëve ushqeshëm, i deshëm ato bonat, triskat, që me thonë shqip, edhe zhetonin edhe aty ushqeshëm kryesisht, po shpesh që në ndodhë këtë me pregatin shpe. Kështu që pa hezitu. Di me fërgu ve, di me i bo patate, di fasule, di, më thonë gjellë në kryesisht ka në të rëndzat, di me i bo të gjitha, se kam mas këtë lashe për ushqim, edhe ka një herë kur mes në shpe, jo thëmë këty në të shpisë që dullë dika shkute, mes veta dhe mas nëjna, ka dale, pregaditi diçka që është, di që i vanorën për shumë asë diçka, edhe kam qef në deti kur shkoj për shumë përshime për shkoj. Unë tradicionalisht nuk kam qef më nejtë shumë plazh. Unë e des 24 orë, unë e flej, që më kishe për cilë ta shumë the. E të pashën e ty në plazh, e pashat fotot e tuat, më thonë pozit fantastike u doke prapavia me atë shkambin e madhe, me atë statuj që... Ipanema, po e statuja, po. Edhe për te mua për pa mje angër. bukur. Edhe, po tash po dihet njëri televizionin do. Din me kadru, din me pozicionu, din po. Mësu edhe ona, pse synin e kem, si çfarë? Edhe çka po do të thonë që do të thonë është një recetë shumë e thjeshtë që mundet me bë secili edhe për pak minuta. Cila? Me patate, po mi prend copa më të vogla, jo copa të mëdha fort, edhe jo me imtu shumë. Okej. Me zin ovull. Dhe pastaj në fund me i marinu dhe me i rregullu, do të thonë me bë një gjellë që mi lti gishta. Shumë e thjeshtë, po është tamam gjellë që
e lehtë, e shpejtë edhe pa të loshe. Unë po dëgjoj fal, po shumë jam mund shikus. Jo, hati, lirisht s'ka Po do problem. më ty mangi, po. Shiku se kam parë recetën, do të shkoj në marketing Valdet. S'po do të kthehemi shikues për të biseduar me zotri Valdet Ramën. Ka shumë për të na thënë, 39 vite në teatrin Dodona. Wow, do të flasim. Aja vlen sot për Ramazan, kur do ta gatuar me fjalët e tuaja Valdet, do shkojmë me reklama. Gjithsesi. Se më nuk është ma bën qefin. Jo, s'jam të ta bëj qefin, mua kam pëlqen shumë. Me shikus. Është të më shiju shumë, edhe ju kisha preferu që ta provoni, pastaj do ta shihni që s'mundeni me pa e bën. Marketing. Pse e ka marrë qëtë kukull? Këtë kukull e ka marrë për shkak se kjo i ka në teatrin tonë dikon 39 vite. Aq sa i kam edhe unë punën këtë teatr faktikisht. Në një farë formë jemi mocanik, edhe është prej kukullave të para që kemi marrë në teatr kur kemi filluar në 1987-ën me profesorin nga Zagrebi Borislav Mrkshiqin, i cili ka ardhur nërgut ose NKS ka ardhur për me e fillu punën me teatrin e kukullave në Prishtinë. Kanë qenë kohë të vështira, kohë tepër të pafavërshme, po megjithatë falë një zonjë që ka qenë atë kohë tepër diplomate e mirë, zonjën Rabie Bajrami, ka arrit me i kriju rrethonat që me fillu me vënu teatri kukullave. Ndoshta një prej hipotezave më të mire, më të qëllum që është bën ndonjëherë kuptimin e zhvillimit të kulturës, po me pru diçka të re në treven e Prishtinës që deri atëherë nuk ka qenë sistemuar si duhet. Si quhet kjo kukull? Kjo është lepurush, thjesht është lepurush. Na ka ardhur si donacion dikon prej Vojvodinës mos gabofsha, se kujtoj saktësisht. Dhe prej asaj kohë është këtu, mund ta shohin edhe shikues, mund ta shohin sa është e vjetër, sa është e dëmtuar, dhe vlera e saj është tashmë e tepër. Po është tashmë e tepër sa që faktikisht edhe teshat ju kanë ngris prej punës gjatë që ka bë dhe ka ardhur koha ndoshta gradualisht me shku edhe në pension. E dhimbshme, po është diçka që vjen me kohë. Që është më rëndësi, ky lepurush ka pas rast kur ka lu shfaqje edhe për fëmijët që vinë nga diaspora. Dhe na përshfrytëzojmë rastin këtë, t'ju dërgojmë një përshëndetje të përzemërt, t'ju urojmë muajin e shenjtë Ramazanit, ta kalojnë sa ma lehtë, edhe që në fund të jenë të bekuar për Perëndis për sakrificën që janë të bërë. Okej, unë kam kënaqësinë që të kam sot këtu. Lepurushin mund është me lo, pushoj e dorën pak, shikuesit po na shohin, dikush sa po zgjum këtë momentës, na ka pa prej fillimi, po ju shikuesi sa po jeni zgju, kur të përfundoni emisionin, futuni kanalin tonë Zyrtar Shianës në YouTube, like, subscribe mund ta bëni. Dhe e ndiqni edhe recetën që hangrë ma herët, musakën, ma e mirë se lasagna. Ma e mirë se lasagna. Unë kam kënaqësinë edhe nderin, unë gjithmonë e potencoj, po e them edhe sot para teje, që unë mysafirët që i ftoj, unë duna mi dasht, me i respektu, sepse gatime është dashni, unë me të vërtet të vlerësoj dhe të respektoj, kemi pas shumë intervista shumë ma herët, s'kemi taku mote, jetoj me një lagje, dy hymë jena ndojnë shikus, po të pash një ditë t'ju kalu, edhe unë isha në vetur t'i kalove në parking mas Vanesave, thash, faldetin kom e thirë shikus. Falenderit shumë, Ana, shumë falenderit, edhe për faktin që, dhe më thonë, njemi që sa ko, po në fakt e kemi një respekt ndërsjellët për punën që e bëjmë, ju në televizion, ne të tjerët në teatr, dhe gjithmonë e keni pas gjetë një hapsin, në bëjshit intervistat, në i shëshit promocionet të shfaqjeve që ka qenë për një periudhë caktuar me një kohë, më thonë një ndim tepër e çmueshme. Po e vërtet, po edhe ju keni ardhur, kemi bërë emision me juve, dy atë. Patjetër. E them më herët që sa ka vite Lepurushi ke edhe ti, tash në shkurt i ke bërë 39 vite. Në fakt me 11 shkurt. 11 shkurt. 39 vite, Valdet Rama shikues në teatr, e kam thënë më herët, po e potencoj prapë, je i vetmi që nuk e ke trastu. Në fakt, jemi për të gjithë kolegëve që kemi qenë aty, dhe më thonë jemi dy që asnjëherë nuk kemi largu për i teatr. Si është e mundur që nuk e le punën, si është e mundur që nuk t'u bo bajat? Ose që njeriu prej një teatri shkon teatr tjetër. Hajde ta provoj, mjaft me kukulla, mjaft me fëmijë,
shkojnë teatr me të rritur. Kjo lidhet me një dëshirë time që kam pas si fëmijë. Kjo po tingëllon si klishe, po në fakt nuk është klishe, për shkak se unë kam pas dëshirë me studiu filmin e vizatum, ose filmin animur, ose filmin multiplikativ, që shumica e quajnë në këtë formë. Por me qenë se qendra vetëm ku mujke me u bë diçka tillë ishte Zagrebi në atë kohë, ishte përmi 800 km distancë. Dhe unë më shku në shkollë të mesme, domethënë Zagreb, pa pas familjen afër ishte e pamundur. Ra nuja ajo dëshirë, po manej në 1987 u hap audicioni për mu pranua aktorë të rinë teatrin e kukullave. Edhe veç kam thonë vetëm wow, që ku është rasti. Domethënë dështoj Zagrebi për shkaqe ekonomike, shkaqe të largësie, po ja ku është rasti. Dhe kur ka njerë thëmë, kur njerë e gjenë një rast mirë, duhet me e grabit atë rast edhe mësë me lëshuma për kur qanë. Por, nuk mjafton. Mjafton diçka tjetër që quhet një ndjenje mbrëmshme, që duhesh me e dasht një punë, për me mujt me qëndru një kohë gjatë me e punu deri në fund, po jo vetëm me e punu, po në fakt me i dhonë kreacion punës tënde. Se me punu, do me thonë e punon në s'ka asnjë problem, po me dhon kreacion është me bë për një nivel më të lartë, që fëmijët të cilët vinë në shfaqje një herë, ne, do me thonë e kem çet problem, me i shti prind me i prum një herë fëmijë në shfaqje, se kur ti bish një herë mo, ata të binë ty tani. Do me thonë, e kjo është ajo që në një farë mënyrë e bën magjik këtë teatr, dhe ajo që është më e rëndësishmja, është që mirë është njerëzit që po i qasen, po i bin fëmijët shtunëve në shfaqjen e teatrit do dona. Sa mirë, shqyr se telefoni i mbyte. Më fal, hajde ndalemi pak këtu. Unë ende nuk jam nanë, nuk kam fëmijë. Shumë rrallë, prej kohës pandemisë, ndroj lojat e unë e shoppingut, jo veç te unë, po u bo me të madhe e hyni në mod me ble online, se s'kishë ma erët guxim vendin tonë. Rrallë shkoj qendra tregtare, edhe kur shkoj me ble shpejt edhe me ik, rrallë e pini kafe. Do me thonë shoh nana, me kolica, me fëmi, ka 4-5 orë, qendra tregtare jo mbon vendin tonë atrakcion. Ja jep fëmis telefonin, nana që aty, knaqë, të vedin dy qysh, shumë po i friksohem kësaj, ka ardhur një periudhë, nuk e di. Unë mendoj që gjithçka duhet me qenë me limit. Unë vetë po e shoh që jam lodh prej telefonit. Nuk kam ndale telefoni. Njerëzit thonë që kjo ma qeli mesazhin se më kthej përgjigje. Kam filluar mu lodh valdet. E vërtet, unë e përdori shumë një laptop ose notebook në shtëpi, por nuk e përdori me hi me këqyr kush çka bën. Si për shembull TikTok-u që njerëzit më fal që po shprehin në mënyrë banale publikojnë budallakinat natyrave të ndryshme trollifare. Njerëzia e humbin kohën kat. Jo, nuk kam kohë me humb kat me pa një budallaki dikoj na çevan atje. Po unë kam gjetë në YouTube forma të ndryshme të romaneve që janë të bë ose audio ose janë të vizualizuar. Edhe sa, për shembull, s'ki mundësi me se keni libër caktuar në bibliotekë ose diçka. Po pe gjen në YouTube, pe gjen njerëz që po bëjnë audiobook, që është edhe më e lehtë. Edhe sidomos kur e gjen që e ka lexuar një artist, një speaker më mirë thonë një folës i mirë, atëherë ti kënaqesh. Pse edhe ki audio në vesh, nuk ki nevojë me mundu me thon APJ këtë libër, dhe e ki të gatshme. Po me najt gjithë ditën në telefon, ty ja bë me gisht, me shfletu, me këshyr, çka qiti ky, çka boni ky, çka boni ti, më fal. Domethënë, du me respektu vetveten. Shumë mirë shikuesja e kemi teatrin do dona merrni fëmijët, mos ton për tokë janë çmimet. Sa për çmimi? Po. Haj, lut. Nuk e di, kanë herë më thonë që është qesharak si çmim. Po do po thon. Është 1 euro bileta për personin që hyn sot. Zot, bakshish kisha jap. Dhe ç'është më rëndësi, ndoshta nuk ma merr dikush si reklam këtë që po e them, po çdo të shtunë ora 12 dhe 13 kemi shfaqje për fëmijë. Çdo të shtunë. Qoni fëmijët një herë në teatr, mandej shkoni në qendra tregtare se s'm shelën. Po, për me ja u letu punën, për me siguru biletat, shikues kanë mundësi çdo ditë punë, prej orës 12 deri në ora 15. Po. Shikues kanë mundësi nga ora 12 deri në 15 në telefonin 038 230 623 të thrasin edhe ta bëjnë rezervimin e biletës. Cilën shfaqje dojnë, në ora 12 ose 13. Këtë çka duhet më thonë është emrin e mbi emrin e vet, numrin e biletave dhe cilën shfaqje dojnë me pa. 1 euro valdet. 1 euro dhe pastaj para fillimit shfaqjes, 10-15 minuta më herët vinë, e blejnë biletën, e marrin, që do më thonë është lehtësim tepër i madh, se s'ka nevojë me nga me orën do duhet me bë rezervim apo blej atje, po vjen ditën e shfaqjes edhe kënaqesh.
Ku është përparësia? E përmend edhe Teona që po i shoh njerëzit që dërgojnë pinë në qendra tregtare, në ato lojrat, Ajo është skandal për mua, po çfarë lojna, shkojnë butikave rregullohen. Ku ka më mirë se me shku në teatr, edhe në skenë fëmija me pa aktorin e gjallë, me ndëgju tekstin të ke shfaqjes, me pa lojën e aktorëve, me pa kukullat e bukura, edhe mu knaq dhe në fund me pas nështë edhe një mundësi edhe me bo një foto me aktor të shfaqjes. Po qërë tash në kohën tonë që po na shohin shumë qikus të momente që kanë qenë si fëmi, edhe unë vitet në 10 me mësusën kemi janë teatrin Dodona, ka qenë ndjesi, diçka, nuk mbaj mend shumë, po... Ana, pjesa me madhe shikuzë që janë të në arë tash në shfaqje. Se në një farforme po i njofim edhe kanë mbet figurat e tyne të gdhendona në memorin tonë, janë të i pru fëmijët e tyne tash. Do më thonë, qëllimin e kemi arrit. Çka është më e rëndësishme? Sepse, për thëmë kështu, unë kam kalu plot drejtora që kanë ardhe, kanë shku, për t'ju nis prej Farukut që ka qenë mas të, Enver Petrov si një herë ka qenë drejtar, mas një Faruk Begolli, Agim Selimi, Agroni, mas një, e tash së fund me kemi një, ma në fund të kemi edhe një drejtoresh, Arta Muçaj, artiste mirë njohur në shqiptar dhe ndoshta pej artisteve më të bukura shqiptare që është, e kemi drejtoresh edhe tash jemi të punu, po qa është më rëndësi për neve? Është më rëndësi që dikush mu kujtu edhe me thonë, shteti si shtet me thonë, hej, ta përkrahëm, sepse përveç që po i hjek fëmijët për rrugës, për një kohë të caktuar, po i ofron diçka të gjallë, po i ofron diçka të ngrohtë, se nuk është vetëm ushqimi që përgatitet në furrë se janë ngrohtë shpirtënor. Shfaqja është ushqim shpirtënor. Donacioni i fundit që keni marrë kur ka qenë nga shteti? Po duna me shfrytëzu rastin, masi e përmene, nuk kam qare pa përmen një donacion që është, nështë kështu nëse shikojmë shikim të parë është simbolik, po që është shumë i rëndësishëm për neve, është që ne e kanë dhonë Dugaxhini edhe Dua Lipa, ne e kanë dhonë si donacion për me mujt me i kry disa çështje të caktuara që i kemi pas nevojë. Atëherë dhe prej asaj kohe, ne e kemi pas web faqen e teatrit që i kanë mbuluar shpenzimet e atij donacioni, edhe sistemin e biletave online, që i kemi tash s'kemi nevojë më me boksa bileta klasike, po e ly biletën e pagun e printon printeri më një herë dhe merr kit rezervuar me ulësi me gjitha. Edhe i falenderoj për shfrytëzoj rastin më u falenderu Dugaxhinit e sidomos Duas. Okej, publikisht. Mi thon faleminderit të tjerëve, Teatri i Kukullave ka një mision të shajt. Misioni i shajt është për faktin që i ka ato, si të them, gjeneratat më të reja, gjeneratat më të brishta, e të cilat kanë nevojë me ardhmë në teatr, kanë nevojë. Është e vjetërsisë. Po mirë po era, nostalgji. 39 vite Valdet, se emisionin e kemi të shkurt, po du me fol pak për ty. 39 vite Valdet Roma në Teatrin Dodona. Një jetë. Një jetë. Fluksi më i madh i Dodonës, cilat vite ka qenë? Hajde, vita të shkurtra, ha? Shikoni, është një periudhë, sot nuk mundu me bo një paralele me atë kohë, për shkak se në atë periudhë kohore Dodona ka qenë vetme si institucion, si bastion i rezistencës ndaj përsekutimit që ka bo shteti i Serbisë në atë kohë ndaj Kosovës, dhe ka pas raste, kur i kemi dhënë dikon 7-8 shfaqje mrena ditës, sidomos në ato periudhat e shfaqjeve të fund vitit, dhe më thonë shfaqjeve të vitit 3, kanë luden 8 repriza në ditë kemi bo. Dhe në atë kohë, kemi pas një mirë kuptim, interesant ka qenë me njerëz bizniset shqiptare që kanë ekzistuar në atë kohë, janë mundu me na përkra me ato që ka i kanë pas. Shpesh herë nuk kanë pas shumë as ata. Nuk kanë pas shumë as ata. Po një qesë bombona, a një smaka, a një qesë shkopin të njemta, apo diçka tjetër që ka qenë e mundshme, na i kanë dhuru, mas nena duna me përmen edhe një njeri Dilever Kryozion, gjithë si s'kam qare pa përmen se vajzat të cilat e mërshin pjesë në folklorin që kultivojshin në atë kohë na ndihmojshin më të madhe me i paketu ato dhurata sepse vike dita e nesërme 8 shfaqje të organizume, 1300-400 fëmijë kishin me arë shfaqje dhe na u munëshëm me e bo me keset frizet, 2 bombona, 1 balon, 1 lpiz, diçka çka kishim mund me siguru si mjete për me adhon. Dhe ata fëmijë kur dalshin pe sallë, ja u dhoke babadim në atë dhuratë vogël. Po më duket që kanë pas mendje të ishin si me kon bota jon. Edhe kjo nuk paguhet me kurçan. Ti je shumë pozitiv. Shpresoj. Ka me ardhur dita që s'ke me punu më Dodonë. A i ke mendu si do t'jetë për ty? Po, fare thjesht. Unë për momentin i kam 3 shfaqje,
të cilat I kam punu me sponsorizim që ma ka bërë Ministria e Kulturës në fazat ndryshme. Janë shfaqje të shumë të mira, edhe janë aktive, edhe nuk e kam ndërmend më nalt. Pensioni, për mendimin tim, për artistin pensioni është një fazë e ndryshimit të raporteve me shtetin, domethënë, po në kuptimin e kreacionit që mundet me dhënë një artist, pse kam nevojë më ndal. Nëse do ta kem shëndetin, pse më ndal? Kime pas shëndetin, veç pak bark ishte shumë. Dhe mirë po. Ja, kjo është kapital. Kjo është kapital, Ana, jo. Shiko, ç'është për mua më rëndësi? Është më rëndësi që unë nuk e kam ndërmend mu dopi kukullave. Bravo. Se dëgjoj për shembull aktorë të ndryshëm që thonë, jo, këtë është demode, është e tej kalume, kjo, jo. Në fakt. Qofse se kupton rëndësinë e kësaj, se kupton rëndësinë, unë për shembull për mua nuk kam fare më rëndësi, me dalë në vizatun sken para fëmijëve. Sepse fëmijët për ditë I shohin figurat tona, fytyrat tona, edhe në fundit ki nevojë për një ndryshim. Ki nevojë me afru diçka tjetër. Edhe është shumë magjike kurse unë si aktor, animator, e marr kukullën dorë, edhe munda me ato mundësi që kam jap kukulla, muj me bo anime, muj me bo loj me atë kukull, edhe mi kry detyrat që mi jap regjisori, për shembull, Dhe ajo që është më rëndësi është për punë që fëmijët e kanë një mundësi me po, dhe për këtë që mos del tepër që jam ty personifiku pjesën e kukullave, po shpesh herë për kopshtat ndryshme, në grupe të vogla, 20 deri 30 fëmijë, I çojmë edhe nalt në galeri ku janë kukullat e sistemume, edhe aty ju flasim për kukulla me qëllimin që ata fëmijë të mësohen, ta kuptojnë, edhe të vinë me po kukullat nesër, mas nesër ose në shfaqje të caktuara. Kush është ky? Kjo është lop, një lop, që lopa është kafshë shtëpiake, e cila e ka një rol transition tek shfaqja qeni që në dintet le. Edhe kur po flas për to me qëllim I ka marrë 2 kukulla të kësaj shfaqje. Okej, hajde. Merr edhe tjetrën nëse mundesh. Edhe kjo. Po. Sepse koha kur ka dalë kjo shfaqje, dikush ka mujt me e cilësusi edhe si pamflet politik. Kur ka dalë kjo shfaqje, autori është botnor, Gjani Rodari, dhe shfaqja flet për një tendencë që kanë personazhet të ndryshme si këto dyja, që është një qen I vogël, I cili s'din të le, dhe secili personazh, dhelpra, lopa, gjeli, qyqja, secila prej tyre mundohet me ia mësu gjuhën e vet. Lopa me pall, dhelpa në mënyrë tjetër të folmet, ku ajo qyqja të vetën, dhe në fund del një zanë e qenëve që thotë, jo, ti e qenë, ti e ki gjuhën tonë të qenit. Edhe gjuha jote është më e bukur se ta na gjuhë që mënon dikush me tim, sepse është e jotja. Dhe në atë kohë, në 1995, në kohën kur Serbia bëjke presion të antë që na edhe dokumentacionet administrative dhe gjitha me I shkruan serbisht edhe atë në qirilicë, se jo në latinicë mo, domethënë ta bësh një shfaqje të tillë në atë periudhë po them që ka qenë guxim tepër I madh, edhe ka mujt fare let dikush me pas dashur, atë veç me qyr pak më, po te kanë thon teatri I kukullave, ka mujt me qujt edhe pamflet politik. Se ka qenë thirrje që njerëzit mos me hiq dorë prej vetës. Unë I du shumë, I respektoj shumë. Edhe ata dojnë ty shumë? Po, nuk lujnë këtë shfaqje, janë aktorë të ri që kanë ardhur më thonë, ata janë duke lujtë në këtë shfaqje. Apo të pëlqen që shpelujnë ata? Po. Bravo. Okej. Po, sepse gradualisht në 2 vjetrit do të ecim, dhe me rregullat që I ka vendosur shteti jonë, me këto rregulla të tjera, na nuk kemi më pas mundësi me vazhdu me punu në teatr për shembull. Sepse momentin që për shembull do dalë pension, dikush ka më shpall konkurs për më plotësuar vend punë me dikë tjetër. Nuk është më ajo mënyra që ti mundesh me ja vazhdu kontratën për një kohë të caktuar, edhe kam frikë që kemi më ardh. S'ka dot. Hajde. Kam frikë që kemi marrë në një pozitë tepër të vështirë. Okej. Dhe nëse aktorët e ri nuk kanë më përkushtuar me çetoj me shpirt sikur që kemi bën atë vjetret, kam frikë që kjo zeje gradualisht do të shuhe. Po, unë po them, ndoshta mundet më shujt, po sa më përket mu, për sa të frymoj, të muj me lëviz, nuk e kam ndërmend më nalt. Bravo. Çka po pin? Ujë apo santal? Përndryshe shikos për mu santalli numër 2, Boronis, unë kam nisë me shek po. Santallin. Santallin për pim. Po shumë më pëlqen. Shumë I sheh karakteristike dhe shihen e kish shumë interesante. Shumë. Unë nisa ditën sot të emisioni me Sheg. Shega më pëlqej, po zemrën ma ka marrë Boronica. Shumë shi E mirë.
Emisioni nuk është shumë i gjatë. Kam një pyetje që ma tregova më herët një detaj, po duhet shikuesit me dëgju. Një ditë, prej ditëve, ti punove 52 orë. Apo? Viti, vendi, çka ndodhi, si ndodhi? Që ka ndodh? E thash ma herët që kam pas dëshirë me studiu filmizatum, mas në herët kjo. Po para se me ardhë këtu, u bona antari shoqërisë kote artistike Ramisatiku. Dhe u gjërej ke programe viti e 3 dhe na qumë Prizren, me gjiru programin. 52 orë kanë qenë, dhe më thonë, një përjetësie tonë, kam qenë pa gjumë, me dëshiren që mu kry emisioni, mi kry gjata, se së shumë me i kry mërëna, se kështë shumë gjatë, shkaj ke gjatë gjerimi. Edhe kur kam rinë shpe, ma në fund që kam përfunduar çdo gjë, kam rinë shpe, që kështu ku është aja pjesa që ka thonë Shakespeare, mbretërinë e jep për një kalën e për një shtratë. Mbretërinë e kësha thonë. Çka të bësh? Kjo është pjesë e jetës. E ka pas shumë raste për shembull kur kam përgatitur shfaqje të reja që që më kanë ndihmuar Ministria e Kulturës me i bë, që jam me deri në mëngjes të punu. Në mëngjes jam shumë punë, jam këty, kam vazhduar me punu përsëri, për shkak se u dash me respektua fatet, me i kry, në mënyrë që se e kam një smunjë ose një dobësi. Nuk e filloj shfaqjen me punu pa i kryer gjitha elementet. Domethënë është diçka që dush me bogati, gjithçka që kur ti thësh aktorët, mos më i maltretua aktorët me të prit 300 orë të desa të boshtë. Ja tash kam këtë, tash kam. Jo. Këto janë senet, domethënë familiarizimi me to, edhe pastaj fillon me punë. E fundit, gjithë këto vite shfaqja jote ma për zamër. Jo, është pyetje tepër e rëndë është. Pyetje tepër e rëndë është. Po një prej shfaqjeve që deri më thonë që ka mas shumë të repriza që kom lumë të, mas shumë të që ka në repriza, është Tomi Zgjeri. është shfaqje me kostume, pastaj është goni në fushën e minave. Tomi Zgjeri ka dikon për 400 reprizave dhe tash edhe një 3 kanë met me bëhet shfaqjen jubilare. Ndërkaq që goni në fushën e minave ka një rëndësi tepër të madhe sepse ka lindë në një kohë kur do dash me i sensibilizu fëmijët edhe të rritunit me u thonë keni kujdes, mos prekni në përfush sepse mundet me kanë municion, mundet me kanë arme, mundet me kanë mine pa eksploduar dhe me rreziku dhe jetën. Dhe në atë kohë kujtoj, kur ka bërë statistika punë, ka qenë Mako, ka qenë teatri i kukullave, ka qenë TMK-ja në atë kohë, besa. Edhe një organizatë tjetër që tash nuk po muj me kujtu saktësisht moment, që kanë arrit prej 8% prunëve që kanë qenë problemet me aksidentet me mina, me prunën 1%. Mrena në periudhë kohore, ndashta mrena një viti. Unë mburr na kanë thënë me këtë popull qysh na kanë dëgju, edhe qysh i kanë respektu si të më kënë, si neve, si gjithë tjerë po në fundja, na jemi mundu për ta. Unë pata knatësin që të kisha sot të shianës. Dere është imi. U emocionova duke dëgju. U emocionova dhe ti disa herë. Absolut. I bofsh 100 valët rama. Faleminderit shumë Ana, edhe shpresoj mund të them që je ajo statuja e teatrit Dodona. Faleminderit shumë për komplimentin, po asën s'kisha mujt pa i pas kolekte mi, Afaikun, Rozën, Avnion, Avdion, Meli, të tjerë që kanë shkën bilet ashtë të ditë kanë ardhë dhe dy që kanë që jetojnë jashtë, Vjonca dhe Violeta Kazni që janë kësaj me pare, me Vjolcën takove, me Violetën halas më rita mu taku, po një herë po këthejnë në zështë, po këthejnë të përreja jetën. Sa mirë, shumë suksese. Faleminderit shumë. Ushit shkrit biletat, shikus 1 euro. Shumë faleminderit. Sot e djel, a ka sot? Nesër, është e shtru. Jo, emisione shkon dilleve. Po falë. Jo, ndillëm nuk ka, po gjithë të shtunën e ka. Okej. Pra shiku, sot është e djel, nuk ka, po shtunën tjetër, numrin e tha ma herët Vajdeti. 038-230-623. 623, kom disa durata për ty. Po? Po. Po e fillojmë me verë. Apem verë? Nga njëherë. Nga njëherë. Po. Të kuqe? Kuqe. Ja, e kemi shumë du venat e Kosovës i du shumë. Ja, pra. E kemi babunën, nga t'i këtheshi, vene kuqe. Po. Por, as që Albertus t'kalion pa dhurat. Ashtu. E kemi një voucher po. Me 20% zbritje, vjen që Alberto, qka do që dëshiron me ble, ke zbritje qoftë në kuzhina, qoftë në teknikën franke, apo në Magniflex, nëse di a ki probleme me shpinën, dyshe ka të matë mirë, i gjene katën e 2 ose 3, e më duket në Ciao Alberto. Faleminderit Ciao Albertos, shumë faleminderit, e sidomos ty, që më ke thirrë, më ke fut në grupin e njerëzve që vinë, e që kanë dashni për emisione për njerëz.
Respekt, pse u emocionove? Me emocionove dhe mu. Po pse? Jo, është jetë. Oj, ona janë për mi 30 vite që njihemi gati. Po. Gati 30 vite që njihemi. Kemi bashkëpunuar shumë, E vërtet. kemi pas intervista, edhe shpresoj që do të vazhdojnë me pas edhe më tutje punë, me punu dhe me kontribu për këtë popull. Respekt. Lutem, faleminderit Knatësi që e shumë bota shikus. Po prit se ka lodhurot. Ta kom buzë një qese nga Monini, i ke pas të autorizim, voj, ki pa të mirat. Shumë faleminderit, shumë Një faleminderit. super drek, ha? Shumë faleminderit. Unë kam një kërkes. A e mbyllim emisionin bashkë? E mbyllim. Ama ka marketing, që tash? Ja, pa marketing. Jo, Von kemi pa marketing. Jo, Leo ka marketing. Jam me cakin. Ah, po. Shikues, po shkoj me marketing, themi për t'i dhënë fund dhe Valdet Ramën. Qa po i thu shikusve? Ndiqeni anën. Ah, Edhe shijeni e anës. A përfundoja? Au, sa keq. Të zgjaste bile edhe pak. Do të mund të shoqëroheshim edhe pak, po ç'a ti bësh? Secili gjë, secili program, secili sa ne ka kohën e vet. Faleminderit shumë. Hajde, Valde. Shumë faleminderit edhe juve, edhe anës që na ka thirrë në emision. Edhe na ka dhënë mundësi me bon promocion, shfaqjeve të fëmijëve. E janë në teatr, hiqni fëmijët pe telefonave, hiqni pe këtyre gjërave artificiale sepse fëmijët kanë nevojë për ushqim shpirtëror. Knaci dhe njerëz të pata, u bëfsh një qenë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Edhe sinqerisht i ke kënaqur shikus, besom. Shpresoj që Edhe po. dikend e ke nxit me ardhë me ble bileta. Shpresoj. Ta shohim kështu në tjetër, duhet ma shkruani një mesazh më tregu, a ka pas efekt, a s'ka pas efekt. Do ta shohim. Se vështirë është me ja undru mendje pri telefonit me i pru me kukulla, po Unë shpresoj që po, edhe pse një numër i madh i njerëzve janë, si më thonë, janë vetëdijsuar, mjaftueshëm. Dhe tash ajo është shikues kur po na vin teatr, po na vin janë në dy forma. E para që po i rezervojmë biletat. E shikova sot njëra prej listave kanë ndikon për 60 bileta të rezervume. Dhe pjesa tjetër vin direkt në sportel i blejnë biletat. Më thonë, dhe salla është gjithmonë e mbushur. shikues, faleminderit, kënaqësi që ju ishit sot me ne me Klan Kosovën dhe shihen e anës, po du me i falendru krejt bashkëpunëtorët e shijes anës, pa të cilët nuk do të kishim mundësi të realizonim intervistë me zëri Valdet Ramën. Faleminderit Qaberto, faleminderit Franke, faleminderit Monini Skotti, pasat gara u falo, faleminderit Agro Group me pijet më të mira në vend, e gjeni showroomin në Veternik dhe keni laramanit pijeve për vetë santallet e kishim edhe ujnë më të mirë vendor, po them, shqiptar, vendor është, jemi një ujë Tepelen, faleminderit Jana për grimin dhe Albani për flokët. A kemi falenderu dikon? Anën, mos po. Faleminderit Ana shumë. Kemi falenderu dikon. Edhe faleminderit të gjithë atyre që kanë besim te ne, që na vinë, na vizitojnë edhe na përkrajnë. Ramazan të letë shikues, kënaqëne, musakën e bënëm, na hangrëm, na sjemi me Ramazan, po shkojmë pika një kafe. Po kaj kafe po. A pim, ma hall. Po, patjetër. Se në hymje tona është një kafene, Alfina atë. E Valdetën e kemi dy hymje mare. Në pësajen 50 metra e kemi shtëpia të lartë. Nëse shtëpia si Banisa, Banisa, po. Apo shkojmë? Po, kismet. Hajde, kaloni bukur Faleminderit shumë.